Hi guys, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot është dita e Pashkëve dhe ju urojmë gëzuar Pashkët. Qoftë një ditë e shenjtë dhe begati paçit në çdo shtëpi kudo që ndodheni. Ne për Pashkët, si çdo ditë tjetër, kemi bërë rutinën tonë, asnjë gjë më shumë, asnjë gjë më pak. E vetmja gjë që po bëjmë tani është një xhiro në këmbë, se është kohë fantastike me familjen. Ecim në natyrë, tek fshati ku kemi zgjedhur të jetojmë. Jemi dhe me burrin. Burri, përshëndetje. Ciao. Se kemi bërë goxha mungesa, kështu të dy, në për vlogje. Çfarë na thonin gjë të re? Çfarë bëhet me jetën tënde? Që po fejohen. Kjo do bëhet meme. O burri, çfarë bëhet me jetën tënde? O burri, çfarë bëhet me jetën tënde? Po fejohem tani, thot. Ka mund si fejon, qa du li? Kam... Fejohen. Po, do naftosh? E po mirë, gjysmë të keqes kjo. Po vi me fëmijën. Okej, super. Ja dhe një gjë tjetër në sa të ndodhi. Shumë mirë, gëzohem për ty, kurse unë jo akoma në kërkim të fatit. Ka mundësi mund të rritë dhe kështu të rjetën. Si thua ti? Ha? Qa bëhet me jetën tënde? Gjitha për vetë. E gjetë ti? Po, si është kështu na i përshkruaj pak? Ha? Si është, brune, bjonde, e gjatë, Ka më këtë. e shkurtër? Aty prita Marilis. O, Ami, ktheu qik të mami, ktheu qik noçkën. O, Arli. Ajo nisë për në herë. Vjen kjo dhe zbitësi. Okej. Ik në hëndi se Vetë babë se janë shtreshe të bjanë. ik në hëndi dhe na prit na bëj bashkim familjar. Po kthehemi për në shtëpi njerëz, për nerë, Arlit janë fragjosur dhe Amarit do të buzët dhe mos Arlit gjak janë bërë. Nuk e di pse. Kjo kështu. Lancën friend. O njerëz, isha këtu në telefon edhe është çam bëri zogu te kurrishi. Che schifo! E io ti ho toccato! Çam ka bërë zogu? Ç'a quhet kjo? Mut! Ka diarre, zogu. Ik bërë një facolet. Ma! Ik bërë një facolet. Mangian si nido apës, moj! Hiq flokët pak dhe më hiq çik flokët. Madonna, che sfiga! Madonna! Jo, thonë që është fat. Kur të vjet ajo zogu, shikoni këtë. Proprio una fortuna bellissima! O zoti më. Che schifo, no! Io non te lo pulisco, te lo pulisci tu! Më i fshije, se s'ka gjë. Ke skip. Perché proprio io... Fshihemi. Mos më qëllo, po më qëllon.
Zot fat, inshallah, fat. Na, o sta kam qeshë. A me qa quat ajo? Diarre, paska. O, me quat glas. Qa glas, moj? O, zot i madh. Hi guys, është e hënë dhe unë kam apuntament për të bërë thonjt. Kisha harruar se po merresha pak me Marlje studio edhe këtu pas ka karnevale dhe unë po iki, jam qik më vonesë. Hi guys, jam bërë gati për në punë, po pesë që vjen vjera ime të mbajnë Arlin, sot është dhe Arli dhe amë në shtëpi. Dhe të iki për punë, është ora 7:20, shpresoj që të vinë se në 7:30 të dal nga shtëpia. Kam dhënë fasullet dhe për të zjerë Arlin, edhe në orën 1 vjen në mërë në shtëpi. Niqe i më rëgjuar, Niqe, ani Niqe. Dëruaj Lalin Niqe, dërin me Lalin, o drita ime. Ska ardhur akoma mami, vetëm unë mamit. I kam bërë gjitha punët, si që shikoni, është çdo gjë në vendin e vet. Sot më vjen dhe mami me papin nga Shqipëria. Forca. Hi guys, sa erdha në shtëpi edhe gjeta një pako. Aty janë brenda këto të moltove se normalisht hëngra. Ka ardhur një pako nga Greqia, nga shoqja ime zemrës Griselda, që kishte mbushur plot me lëpirse, ca karamele të vockla fornveze, që i kam qefur se i shef Arli, molto që vdes për këto moltot, kishte futur këto çorapet, të xhinset për Arlin, një bluzë për Arlin, një bluzë për Amarilisin, një lidhse flokësh, këtë varsen ku shkruan Arli, një rimel, një palvëth, kjo këtu me kryq që ishte shumë e bukur, do eja burrit, këto dy lipglosat, ky paleti i syve, edhe këtu pastaj ka diçka, Griselda ka nisur diçka Migenën dhe Rezin, ku ka një blash me laps të zi, janë të tërë njësoj, dhe këtu janë dy bërzulyka njësoj dhe ky është ndryshe. Kurse këto janë të dy njësoj. Tani do pës gocat kujt i pëlqen kush edhe t'ja dërgoj. Se unë jam duke bërë gati pako për gocat. Normalisht që do t'ja u tregoj edhe ju. Këto ishin, faleminderit shumë Griselda. Shumë faleminderit zemër, shumë. Zotit i shtoft edhe sa e bukur që është kjo shoqëria jon, që kemi edhe japim njëra tjetrës. Shumë faleminderit dritë. Hey guys, është shumë ftohtë. Jam bërë gati për punë, po pres të vinda Marilisi, që vjen gjithmonë me vonesë. Jam veshur dhe ikim punë. Po ikim në shkollë, mami më punë. Hey guys, mirëmëngjes, si jeni? Sot është e premte, data 10 prill, unë sot do marr cittadinancën italiane, kam për të bërë xhuramentin, edhe këtu me vete kam edhe fjalimin që duhet të them. E kam në orën 11:50. Shpresoj që të filmoj edhe t'ju marr disi edhe me ju me vete. Po bëm gati për punë, bëj një kafe dhe të ikim Amarilisit në shkollë unë. Hey guys, jam këtu përpara komunës. Si që shikoni, jam gati për të dhënë
xhurimin tim për të bërë cittadine italiane. Shkojmë brenda, shpresoj që të ndajnë filmoj, sepse është një moment shumë i bukur. Më në fund jam italiane. Kur vjen te mami dhe mami bën, çfarë ka emrin kjo më? Tavkosi. Shikojeni. Ku ka si dore mamit? Oniq. Atëra, devi spingere i piede davanti. Olha, tá tudo Madrid.
Dodem. Kam në bukë. Amerikë sa po ka rregulluar Baçën, e ka sistemuar, ka përparin, e ka vaditur dhe është kaq freskët këtu tani, sa që se keni iden. Shumë freskët dhe bukur për të ndenjur në familje. Edhe pak edhe mund të konsumojmë kafen unë në burin tim. Kafen e të con la famiglia, si. Po vjen dhe Arli, t'ja tregoj çik Arli, se Arli është duke zbritur shkallët në mënyrën alla shqiptarçe. Përshëndetje që gajs Arli, ku je? Edhe ju tregojmë çik Baçen ton. Arli ti u njome? Kjo është Baçja, edhe sikur je në fshat dhe të kënaqet shpirti. Dhe mos e lëviz mami atë kançelin. Hajde çik te mami. Opa. I ke bërë bythot ujë. Ja këtu. Do t'ja po jo tani të shtukësit. Telefoni aty. Tregoj që gajzve qa pëjme është kjo? Kemi ulli, kemi qërshi, i kam bjell gjithë kjo dorë i kam bjell gjithë, ha? Ajo është qërshi. Kemi aloe vera, kemi mare, i kam bjell gjithë kjo dorë. Ose që s'kam bjell njërës, një domate që e mboll këshu kodra së zishtë, se shkunda bulesën. Por ama, tërë beharin që kaloj, hëngrëm domate, bio. Nga fshati, nga Teuterra, nga dora ime. Si fshatare... Amarildo njërës është një person vërtet shumë... Të ishim në Shqipëri, mendoj se do kishim shtëpinë e ëndrave. Do thoni ju pse, të ja u shpjegoj unë. Do kishim një shtëpi të voskël, të kuruar në detaj, në mënyrën sa më shumë antike dhe shqiptare, një modernizim jo nga këto ekstremet, por modernizim me dru ose kështu, me baçe të bukur, me gjëra të mbjella, të krasitura në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe më në fund që erdhën këto ditët me diell të ngrohta, që mund ta shijojmë pak edhe shtëpisën tonë nga jashtë, që kohët e fundit nuk e kemi shijuar. Edhe po. Por që edhe unë kam atë sentime, se edhe unë bëj shumë gjëra. Guys! Guys, hajde mami. Guys. Edhe po, guys. Mos më njoh! Ama i të lutem, mos më njoh se është shumë i ftohtë për trupin tim. Mos më njoh! Është shumë i të bënë një, mos quni se është bëri ftohtë në duar. Mos. Mbyllja mami, ha bedhët. Arli, te lo dice la mamma perché? Perché c'è ancora l'acqua nel tubo. Bëhet ti kështu babi tani, Arli bëhet kështu tani. Dhe atje lart keni të zotin e shtëpisë. O thye. Iko, jo, s'qen ka të. Okej, rap telefoni. Atje lart keni të zotin e shtëpisë. Amarildo? Amarildo? Hai! Në njomi. Okej, patëm një shkëputje se na morën telefon plus mëra telefoni e kështu më radh. Por që po thosha ku e lam neve? But?
Gjithsesi, është shumë bukur ta kesh shtëpinë disi private, do ishte më mirë të ishte fare private, mos kishe fare komshin lart poshtë kështu. Por edhe kaq sa kemi, mendoj se mjaftueshëm. Duhet ta shijojmë tani. Ori më njome. Ale mos e prek me ujtin se është Ali këto. e këto, baba. Është to. Edhe po. Kaq guys. Edhe duket, që sa bukur që duket pamja. Kjo lulja këtu është shumë e bukur, është tepër bukur. Jam shumë ekstremisht e dashuruar me pamjen e shtëpisë time. Dhe gjithashtu këtu kemi babu Amritën, që janë bërë duart e jeshile, është gricur ulu që po se burgoti i gjatja. O si un greca in por. Te nëna. Te come?